Jemi rikthyer në studio. Gjergj Bojaxhi, kandidati i pavarur për Bashkinë e Tiranës, ka rrëfyer në studion e emisionit të paekspozuarit të Ylli Rakipit projektin e tij për zhvillimin e kryeqytetit. Në pjesën e parë të emisionit u transmetua dokumentari mbi fushatën e kandidatit Bojaxhiu dhe nismën Ne Tirana që e mbështet atë dhe që përbëhet nga vullnetar. Më pas, i pyetur nga gazetari Rakipi, Bojaxhiu ka shpjeguar arsyet pse qytetarët e Tiranës duhet ta votojnë. Ata të cilët nuk duhet të votojnë më për këto parti politike, ata të cilët nuk shikojnë më shpresë te kjo klasë politike e korruptuar, ata të cilët duan që ta shikojnë të ardhmen e fëmijëve tyre, të tyre dhe të fëmijëve tyre në Shqipëri, ka ardhur koha dhe vetmja zgjidhje që kanë nëse duan të jetojnë në Shqipëri, është që të konsiderojnë që të votojnë për një kandidat pavarur. Unë mendoj që Tirana ka nevojë për një kryebashkiak i cili në radhë të parë dhe mbi çdo gjë tjetër ka integritet ekonomik dhe politik dhe mjetin e tij të parë dhe elementin bazë të administrimit të bashkisë do ketë transparencën. Unë shpresoj që qytetarët e Tiranës të shikojnë këto veti tek unë. Gjergj Bojaxhi ka deklaruar se kandidatët e tjerë në garë, Erion Veliaj dhe Alim Kosova, janë fotokopje të kryetarëve të tyre që e qeverisën Tiranën për 13 vjet për interesat e tyre politik dhe jo në shërbim të qytetarëve. Unë mendoj që të dy kandidatët janë kandidatë temruar nga kryetarët e partive të tyre, janë kandidatë të cilët karrierën e tyre politike nuk ja dinë për nder dhe nuk varet karriera e tyre politike nga qytetarët e Tiranës, po varen nga kryetarët e partive të tyre. Nëse ne na pëlqen Tirana e prodhuar nga këto dy kryetarë, që për 13 vjet së bashku kanë administruar qytetin, atëherë ata që e pëlqejnë atë Tiranë, siç e kanë administruar këto kryetarë, i kanë edhe fotokopjet e këtyre kryetarëve. Ata të cilët nuk e pëlqejnë dhe nuk e pranojnë që Tirana është administruar si një qytet evropian, si një kryeqytet evropian, me transparencë në interes të publikut, atëherë kanë mundësinë që të zgjedhin një kandidaturë të pavarur. I pyetur nga gazetari Rakipi, Gjergj Bojaxhiu ka komentuar edhe figurat kryesore të politikës shqiptare, Sali Berishën, Ilir Metën dhe Edi Ramën. Unë mendoj që zoti Berisha me politikën që ka ndjekur i ka humbur shumë shanse Shqipërisë. Sot Shqipëria, më shumë se çdo politikan tjetër gjatë këtyre 25 viteve, është shëmbulltyrë e zotit Berisha. Unë, si shumë shqiptarë të tjerë, e kemi parë me zë dhe me figurë se kush është zoti Meta, dhe nuk mendoj që ka ndonjë gjë tjetër për të shtuar për këtë. Nëse sot neve kemi këtë qytet me këtë kaos, me këtë cilësi pluri, me këto mungesa hapësirash të gjelbërta, mungesa shkollash, çerdhesh dhe kopshtesh, në radhë parë është zoti Rama i cili është arkitekti i kësaj situate. Në studion e emisionit të paekspozuarit, Gjergj Bojaxhiu premtoi një Tiranë të qeverisur ndryshe, larg klientelizmave dhe në shërbim të qytetarëve. Ai deklaroi se do ta vijojë projektin e tij politik. Nuk ka asnjë vend ku të fshihet